إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe, nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në devijim dhe në humbje, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit e paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allah i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndashtëm, ne në këtë ditë po kalojmë në ditët më të mira të vitit. Në ditët ku veprat e mira janë më të dashurat dhe më me vlerë tek Allahu i lartësuar se sa për gjatë tërë ditëve të tjera të vitit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nuk ka ditë të vitit ku veprat e mira janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto ditë. Sahabët të habitur e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" O i dërguari i Allahut, as jihadi në rrugt të Allahut nuk është më i dashur se sa veprat e mira që bëhen në këto ditë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala jihadu fi sabilillah." Dhe as jihadi në rrugt të Allahut nuk është më i dashur tek Allahu i lartësuar dhe më me vlerë tek Allahu i lartësuar se sa veprat e mira që bëhen në këto 10 ditë. Dhe tashmë, vllazë ndashtëm, jemi në ditën e 5 të Dhulhijhes, për këtyre 10 ditëve të bekuara. Kanë mbetur edhe pak ditë që të përfundojnë ky sezon i veprave të mira. Në fund të këtyre 10 ditëve, kurorzohet kjo 10-shë me ditën më të mirë të vitit, që është dita e Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afdalul ayyam yawm Arafa." Ditët më të mira është dita e Arafatit. Dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. E në këtë vit qëllon të jetë në ditën e martën, të martën që po vije, pra një ditë para Kurban Bayramit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me vlerën e ditës së Arafatit: "Ma min yawmin afdalu 'inda Allahi min yawmi Arafa." Nuk ka ditë më të mirë tek Allahu i lartësuar se sa dita e Arafatit. Yanzilu Allahu ta'ala ila as-sama'i ad-dunya. Zbret Allahu i lartësuar në qiellin e kësaj bote, në qiellin e dunjas, ashtu qysh i takon lartmadhërisë së Tij. Qysh i takon lartmadhërisë së Tij. Fa yubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama. Krenohet me banorët e tokës ndaj banorëve të qiellit. Para mendojeni këtë skenë, vllazë ndashtëm. Allahu i lartësuar, madhështinë e Allahut të lartësuar, zbret në qiellin e dunjas dhe krenohet para me lajkeve, para banorëve të qiellit, me banorët e tokës, e më saktësisht me haxhit në ditën e Arafatit. Në një transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yubahi bi ahli Arafa malaikatahu." Allah i lartësuar mburret dhe krenohet me pjesëmarrësit në ditën e Arafatit, me haxhit në ditën e Arafatit, me lajkeve, mburret para me lajkeve. Fa yaqulu li malaikatihi, dhe ju thot me lajkeve: "Undhuru ila ibadi." Shikoni robërit e mi. "Qad atawni shu'athan ghubara dahin."
kanë ardhur flok prishur, të plohrosur, i ka rrezatuar dielli. Merrni me mend këtë përshkrim dhe këtë deklaratë të Allahut të lartësuar për haxhit, që e bën në ditën e Arafatit, ku burrët e krenohet para me lajkeve të cilët nuk kanë gjuna, të cilët nuk dinë mi bo gjuna Allahut të lartësuar. Në natyrshmërinë e tyre është i binden Allahut të lartësuar. Vazhdimisht i bëjnë tasbih Allahut, vazhdimisht e madhrojnë Allahun e lartësuar, e lavdërojnë atë, e falenderojnë atë. Aq sa dietarët janë shprehur, ashtu qysh ne në mënyrë të natyrshme e kemi frymarrjen, me lajket e kanë tasbihin, lartësimin, lavdrimin dhe madhrimin e Allahut të lartësuar. E Allahu, Rabbul Alamini, krenohet me haxhit në ditën e Arafatit para këtyre me lajkeve. E që i bie që Allah i lartësuar kur të krenohet me ta, jo ka falur gjunahet, dhe i kam nistu nga zjarri i xhenemit. Pastaj, kjo dita e Arafatit, përveç që është dita më e mirë e vitit, më e vlefshme tek Allahu i lartësuar, është një ditë që është ditë feste. Ka shku një prej hebrejve tek Omeri radiallahu anhu dhe i thot, për juve ka zbritur një ajet, sikur të na zbriste neve do ta merrnim për ditë feste. Për cilin ajet është fjala? Është fjala për ajetin ku Allah i lartësuar e ka plotsu fenë e tij. E ka përsos dhuntin e tij ndaj robërve të tij, ku Allah i lartësuar thot: "El yawma akmaltu lakum dinakum", sot jo plotsova fenë juaj. "Wa atmamtu alaykum ni'mati", dhe e plotsova, përmbusha begatin time ndaj jush. "Wa raditu lakumul islam dina", dhe jam i kënaqur që fe e juaja të jetë feja islame. Omeri radiallahu anhu i thot: "Unë e di ku ka zbrit kjo ajet. Ka zbrit në ditën e Arafatit, në ditën e Xumah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë hipër mbi deve. Dhe me të drejtë ne gëzohemi për këtë ditë. Dhe me të drejtë pastaj e therrim kurbanin, e shfaqim në nshtrimin tonë ndaj Allahut të lartësuar dhe festojmë në ditën e Kurban Bayramit, se Allahu i lartësuar e ka plotsu fen tin, e ka plotsu dhuntin e tij ndaj nesh, e ka zgjedhur për fe islamin, fe tonën, dhe është plotsu feja, dhe ne me të drejtë gëzohemi që i takohim kësaj feje dhe jemi robër të Allahut të lartësuar. Dita e Arafatit, së bashku me ditët e Bayramit, janë ditë feste. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yawmu Arafa wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashriq 'iduna ahli al-islam wa hiya ayyamu aklin wa shurbin." Dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit dhe 3 ditë të tjera të Tashrikut janë fest për neve muslimanët, janë ditë të ngrënjes dhe të pijes. Po ashtu, çfarë e bën të vlefshme ditën e Arafatit është që agjërimi i kësaj dite për jo haxhiu, pa për neve të cilët nuk jemi në haxh, është mundësi e madhe për kordjen e një shpërblimi madhështor. E ai shpërblim është falja e gjunaheve të 2 viteve. Andaj i privuar është ai që nuk e bën njet agjërimin e kësaj dite nafile në rrugt të Allahut. E privon veten e tij për kësaj mirësie që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Agjërimin e ditës së Arafatit shpresoj tek Allahu i lartësuar që të më fal gjunahet e 2 viteve, gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që do të vjen." Është shpërblim madhështor dhe me një përpjekje të vogël mund të arrish këtë shpërblim. Bëje një qysh nga sot që të agjërosh ditën e Arafatit, ditën e martë. Ta vendosësh alarmin për sëfër, të zgjohesh, po edhe nëse nuk del gjumi për sëfër, të agjërosh edhe pas sëfër, nga se shpërblimi është i madh. Shpërblimi është i madh. Është premi e madhe me të fal gjunahet e 2 viteve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar edhe një vlerë tjetër për ditën e Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin, ma min yawmin akthar man ya'tiq Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Dita e Arafatit, ditë që ne do të agjërojmë inshallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk ka ditë prej gjatë tërë vitit që Allahu i lartësuar të liroj, të amnistoj nga zjarri i xhenemit prej robërve të tij sesa në këtë ditë." E Allahu i lartësuar, mëshira e tij është gjithë përfshirëse. Shpresojmë që ajo mëshirë ndonë se është e veçantë dhe ky lirim i zjarrit të xhenemit është e veçantë për haxhilerët të cilët janë në Arafat. Shpresojmë tek Allahu i lartësuar që të na përfshijë edhe neve kjo amnisti dhe kjo lirim nga zjarri i xhenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Në këtë ditë liron Allahu i lartësuar nga zjarri i xhenemit më së shumti
prej robërve të tij dhe afrohet tek ata dhe krenohet me ta dhe krenohet para me lajkeve dhe ju thot me lajkeve, shikoni robërit e mi, çfarë po kërkojnë robërit e mi. E njëri prej dietarëve Ibn Abdul Barri thot, kur Allahu i lartësuar mburret me robërit e tij para me lajkeve, i bie që Allahu i lartësuar ja u ka pranu pendimin dhe kërkimin e faljes dhe i ka amnistuar nga zjarri i xhenemit. Pastaj vllazën, është një hadith tjetër madhështor, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-umra ila al-umra kaffaratun ma bainahuma. Umrja prej umrës, kur besimtari shkon umre gjiu, shkon e kryen umrën, e deri në umrën tjetër kur shkon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është falje dhe shlyrje e gjunaheve, është fshirje e gjunaheve që ka bëhen mes dy umreve. Edhe vazhdon hadithi madhështor dhe thot, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al janna. Dhe haxhi i pranuar, haxhi i kryer sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me devotshmëri e me përpikmëri, duke i shikuar rregullat e haxhit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka shpërblim përveç se xhenetit. Nuk ka shpërblim përveç se xhenetit. Hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-umra ila al-umra tukaffir ma bainahuma. Pi umrës prej umrës deri në umre është fshirje e gjunaheve, është fshirje e gjunaheve që ka bëhen në mes tyre. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Wallahi, sikur të ishte vetëm ky shpërblim i premtuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që haxhi i pranuar nuk ka shka e lan haxhin e pranuar përveç se xheneti, kish mi avlet. Qysh tani mi bon jetin, mi vendos paret dhe mi fillu mi nda që vitin e ardhshëm më shkruaj te haxhit. Edhe nëse në minusje, edhe nëse xhirollogarin e ki 0-0, nga se në pyetje është xheneti. Në pyetje është xheneti, e shka është xheneti. E me fol për xhenetin duhet hyjt be me radhë. Mjafton si shpërblim për jetësinë në lumturi. Mjafton që nuk ki me dalë mo pe xhenetit. Nuk ki lodhje, s'ki mërzi. Je në fqinësi të pejgamberve, të sahabeve, të dietarëve. Mjafton kjo si shpërblim. E këtë shpërblim, këtë xhenet e fiton me haxh. Andaj kur e kupton sa është shpërblimi, bëhet e lehtë dhe nuk bëhet e rënd ajo çfarë shpenzon në rrugt të Allahut, nga se në pyetje është xheneti. Xheneti, për të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu i lartuar ka thënë, "Adadtu li ibadi", kam përgatit për robërit e mi, "ma aynun ra'at", ato çfarë syri nuk e ka pa, apo veshi nuk ka dëgju, apo nuk mund të shkojnë në mendje njeriu se çfarë begati ka përgatitur Allahu i lartuar. Në xhenetet që i ka përgatitur Allahu i lartësuar për robërit e tij. E qysh e fiton këtë xhenet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, "Laysa lahu jazaa illa al-janna", nuk ka shpërblim për haxhin përveç xhenetit. Apo don pranim më të madhe? Apo don shpërblim më të madh? Së paku, edhe pse ne nuk jemi në haxh në këtë vit, në zemrën tënde le të shikoj Allahu i lartësuar dashuri që të jesh me haxhilerët në ditën e Arafatit. Le të shikoj Allahu i lartësuar në zemrën tënde dëshirën e sinqert, se vetëm të ka privuar ndonjë arsye e justifikueshme se për ndryshe ti do të ishe në ditën e Arafatit së bashku me haxhit. Që Allahu i lartësuar kur ta sheh këtë sinqeritet në zemrën tënde, ta mundson me lejen e Allahut vitin e ardhshëm që të jesh prej haxhilerëve në ditën e Arafatit. Dhe këtë me premtimin e Allahut të lartësuar, kur thot Allahu i lartësuar, "Ya'lamillahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayra mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Nëse Allahu i lartësuar sheh mirësinë në zemrat e juaja, ky ajet ka zbritur për robërit e luftës së Bedrit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zënë rob disa prej idhujtarëve. Allahu i lartësuar ju ka thënë, sikur Allahu i lartësuar të sheh mirësinë në zemrat e juaja, do t'ju jep mirësi edhe më të madhe, që është Islami. E kjo është rregull për të gjitha mirësitë për të cilat Allahu i lartësuar ka premtuar për robërit e tij dhe robërit i synojnë dhe i dëshirojnë tek Allahu i lartësuar që t'i fitojnë ato. Mjafton që Allahu i lartësuar me pa sinqeritet, me pa sidq, që e ki për një me shku në haxh në zemrën tënde, dhe pastaj Allahu i lartësuar të shpërblem për këtë mirësi që e ki mbjellë në zemër, dhe Allahu i lartësuar ta mundson që ta realizosh atë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falendrojmë, selam dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Thot një prej dietarëve të Islamit Ibn Hazmi, Allah pas më shëru, thot el-aqil la yara li nafsihi thamanan ila al-janna. I mëshmi, po thot këtë dietar, i zgjuari për veten e tij nuk pranon çmim tjetër përveç se xhenetit. I mëshmi, ai që është i zgjuar, nuk pranon për veten e tij çmim tjetër përveç se xhenetit. Allah i lartësuar na ka treguar në Kur'an që i ka ble shpirtrat dhe pasuritë e robërve të tij në këmbim të xhenetit. Andaj besimtari është i zgjuar dhe i mëshëm, nuk pranon që shpirtin e tij mishit për interesat e dunjas. Shpirtin e tij, jetën e tij mishit për epshe të ulta të jetës së kësaj bote, që shumë shpejt kalojnë. Qofshin ato kënaqësi të rrajshme, i përjeton dhe harrojnë dhe mbetet pendimi, dhe mbetet keqardhja për to. Ndërkohë, i mëshmi, besimtari i zgjuar, nuk pranon për veten e tij çmim tjetër përveç se xhenetit. Allah i lartësuar thot: "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna." Allah i lartësuar i ka ble për besimtarëve shpirtrat e tyre dhe pasuritë e tyre në këmbim të xhenetit. Pra ne e kemi qitë shpirtin tonë në shitje. Dhe ky çmim, se sa po don mishit, është në zgjedhjen tënde, apo don mishit shpirtin dhe jetën tënde për interesa dhe kënaqësi të përkohshme të jetës së kësaj bote, apo për kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe xhenetin të cilin Allah i lartësuar e ka përgatitur për besimtarët që e zgjedhin me u bind atij. Andaj bëhu pejtë mëshirme, bëhu pejtë zgjuarve dhe mos lëshope, mos prano kompenzim tjetër përveç se xhenetit. E për mos me pranu në këmbim tjetër, çmim tjetër përveç se xhenetit, duhesh me bëu përpjekje. Mi tregu Allahu të lartësuar që e ki për një ma. Ka thënë njëri prej dietarëve, Ibrahim ibn Adham, i cili ja ka shkruar një letër Sufjan ath-Thaurit. Këta dy dietarë të mëdhej prej selefit, thotë: "Men arafa ma yatlub hana alayhi ma yabdul." Kush e din çka është kalyp, kush e din për një ma vlerën asaj çfarë është kalyp, i vjen e lehtë atë çfarë sakrifikon në rrugë të asaj çfarë është ka kërkon. Pra ai që e din që është ka kërkon xhenetin, vallahi llaf nuk e bën çmimin e haxhit. Llaf nuk e bën mi prish rahatin e xhumit për më dalë në namaz të sabahit. Llaf nuk e bën se çka duhet më shpenzu në therrin e kurbanit. As nuk e bën llogari, i vjen marrë me bo llogari se çmimi ku ka i shtrejt e i lartë. Nga se e din se këtë sakrificë që ka e bën, ka të bëjë me një Zot që është më bujari. Nuk ki mundësi ti më shtima këtë Zot. Ti që e sakrifikon për Allahun, Allahu ta kompenzon. Madje ato çfarë e ki, çfarë po e sakrifikon në rrugt të Allahut e ki prej Allahut, fillimisht. Pastaj Allah i lartësuar ka premtuar që atë çfarë e sakrifikon për Allahun, Allah ka me ta kompenzu. Deri në 10 fish, në 700 fish e deri në pakufi. Kur e din se ka i kalyp, vjen me lehtësim i shpenzu në rrugën e Allahut, atë çfarë kërkohet. Pastaj Allah i lartësuar ka premtuar që ky xhenet është begatia më e madhe, është problemi më madhështor çfarë ka përgatitur për ty. Dhe për fund vllazën Ibn Qayyimi thotë e kam dëgjuar shehun e tij, mësuesin e tij, Ibn Taymiyah rahimahumullah. Thotë njerëzit e thjeshtë thojnë që vlera e njeriu është në atë çfarë e zotron dhe është i Zoti në ato shkatësi. Dëgjoni me vëmendje. Ibn Qayyimi po thotë e kam dëgjuar mësuesin tim, Ibn Taymiyah duke thënë vlera e njeriu del në pa në atë çfarë e zotron dhe shkatësitë të cilat i ka. Kështu thojnë njerëzit e thjeshtë. Ndërsa në esencë njerëzit e ditur thojnë, e kjo është e vërteta, se vlera e njeriu është në bazë të ambicieve të tij, në bazë të synimeve të tij. Ai njeri që ambicjet e tij ja ka vendosur xhenetin Firdaus, ky njeri është i madh. Ky njeri sakrifikon me mishë me shpirt që më mrrinë në xhenetin Firdaus. Andaj vlera jote vëlla nuk varet nga statusi të cilin e gëzon në jetën e kësaj bote. Qoftë ai pozitë në shoqëni, qoftë ajo vlerë monetare të cilën e ke në xhepat tuaja. Vlera jote tek Allahu i lartësuar është në bazë të ambicjes të cilat ti synon. E synon kënaqësinë e Allahut, e synon të jesh pe fëmijëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtë e vërteton më së miri ai hadithi i Rabi'a ibn Ka'bit që e ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lup diçka?" Ka thënë të jem fëmijë yt në xhenet. Ka thënë mos diçka tjetër, thotë ja vetëm këtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, "Ndihmoj vetes tënde
që ta arrish këtë gradë të lartë me sejdë të shumta. Koha më e mirë e veprave të mira është në këtë ditë. E në veçanti në ditën e Arafatit. E në veçanti besimtari në këtë ditë që ka mbetur, 4-5 ditë që ka mbetur, duhet ta bëj njetin me vetëdijshmëri të madhe që vitin e ardhshëm me lejen e Allahut, veç nëse të pengon ndonjë arsye legjitime, po të shkruhesh pe haxhilerëve. Ta lutësh Allahun në çdo ditë, në çdo natë, në çdo sejdë, që të bëj Allahu i lartësuar, të ftoj Allahu i lartësuar të jesh pe të ftuarve të tij special. Që haxhit janë mysafirët e Rahmanit, të gjithë mëshirshmit, ka status të veçantë. Allahu i lartësuar krenohet me ta para melekëve, dhe shpërblim të cilin e ka përgatitur për ta është vetëm xheneti. A nuk ja vlen të këmbgulim, të bëjmë përpjekje, ta lutim Allahun e lartësuar të jemi për këtyre të ftuarve special? Wallahi ja vlen. I përvuar është ai që privon veten e tij, ndërsa ai që bën përpjekje i merr sebepet dhe lut Allahun e lartësuar që të jetë për të ftuarve të tij, ky do të jetë i justifikuar me lejen e Allahut. Mirë po, dije se Allah i lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni prej atyre të janë bëhuni prej atyre të cilët janë të sinqertë, që e kanë për një ma. E ti e din a ki për një ma se ki për një ma. Gjithë se cili pejnesh, e di ma kena për një ma apo se kemi për një ma. Beli l'insanu ala nafsihi basira. Allah i lartësuar thot: njeriu është dëshmitar për veten e tij. E din më së miri çu shikon jetën dhe qëllimet. E Allah i lartësuar e din edhe më mirë. Le të shikoj Allah i lartësuar në zemrat tona dashurinë për Allahun e lartësuar, shpresën për mëshirën e tij, dhe që të jemi prej atyre haxhilerëve të cilët Allah i lartësuar i ka ftuar në shtëpinë e tij, në mënyrë që t'i shpërblejë me xhenet. Elusim Allahun e lartësuar që zemrat tona t'i pastroj, të vendosë mirësinë në zemrat tona, të na bëjë prej atyre të sinqertëve që e kanë për një mend dhe kanë ambicie të larta që ta fitojnë kënaqësinë e tij dhe nuk dorëzohen dhe nuk pranojnë çmim tjetër për shpirtat e tyre dhe për jetët e tyre përveç se xhenetin. Elusim Allahun e lartësuar të na ndihmoj që ta përmendim, ta adhurojmë dhe ta falenderojmë ashtu siç ai e meriton. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salam.